Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Sot është dita e 22 e Ramazanit 2025. Jemi pranë Kuranit, pranë librit të Allahut azza wa jall, ku edhe ky muaj simbolizon muaji i Kuranit. Sepse në të është zbrit Kurani. Alhamdulillah, sot jemi këtu për një gëzim të madh. Filluam me dhëtero botimin e Kuranit, elhamdulillah, tashti për afërsisht arritëm të botojmë 100.000 Kuranat deri më tani. Falë Allahut, që duhet të falëndru Allahun subhanahu wa taala, po dhe njëjtën kohë duhet të falëndruar çdo donator, çdo vëlla, edhe çdo motor, dhe çdo një që ka përkrah këtë projekt, që të botojnë sa më shumë Kurana dhe të shpërndahen në falas, pasi që është kërkesa e madhe. Në fund të botimit janë edhe këta dy Kurana që janë të gjepit. Kurana që i kemi botuar enkas, apo i kemi marrë enkas edhe për studentët tanë që është kërkesë e madhe. Andaj të nderuar vëllezër, të nderuar ju që doni me kontribu, të ndihmoni në projektin e Kuranit dhe botimin e tina, sepse ai do të shpërndahet falas tek njerëzit tanë, tek ata të cilët kanë nevojë për një Kuran. Të nderuar vëllezër, ne do t'ju informojmë gjatë videos se do të ketë nëpërmes platformave të ndryshëm të kontribuani, qofshin në GoFundMe, qofshin në PayPal, qofshin edhe nëpërmes xhirollogarisë. Zoti i shpërblet gjithë ata të cilët na kanë përkrahur deri këtu, që të botohet kjo sasi e Kuranit, që do të shpërndahet falas. Prej mënyrave më të mira që njeriu mund ta lënë një sadakë rrjedhësor është edhe botimi i Kuranit, që do ta lënë pas vdekjes tij. Zoti ju nderoj dhe ju shpërblet në xhenetin Firdos. Juve që na keni përkrah, juve që na keni ndihmuar dhe që po na jepni mundësinë që të botojmë dhe të shpërndajmë në trevat tona falas Kuranin Kerim në gjuhën shqipe. Zoti ju shpërblet.